Live from Tirana në Top Albania Radio. Studio me Rilind Alimani dhe jam shumë krenar se pas disa vitesh, kur të rritëm këto dëgjuesit në Spotify, koncert gjitha me radhë, unë do them e kam bërë një intervistë me këtë djalin. E bëjmë prapë. Pastaj nuk kapin e më, ja, e bëjmë prapë, thua, mirë. Është dokumentuar, kjo dërgohet në YouTube. Kush ka merr? Me Ronaldo ne bëjmë prapë intervistë. Kush do qoftë që bëhem. Super djal. Dëgjoj, e di që nëse do dëshiroje gjithmonë të bëni diçka në këtë moment, se e di që do bëhet shumë viral se njerëzit e duan. Një version live të shkurtër të refrenit, çfarë duash ti të këngës Edhe Malet, mund ta improvizojmë tani? E ulim bazën Uizi? Okej, ecim. Edhe veten e lash për ty, edhe malet në dysh I kam thy, qaj për dashnin që patëm ne të dy. Zonja dhe zotërinj, Rilind Alimani, dhe jam I lumtur që unë Rilind punoj si gazetar në një media që gjithmonë I ka dhënë hapësirën e merituar artistëve, jo vetëm big, por edhe artistëve të rinj, për të sigurisht patjetër sot TikToku, Instagram bëjnë të vetën, por skena mbetet sken, gjithsesi edhe jam I lumtur që Top Media promovon gjithmonë artistët e rinj. Është e vërtet. Unë këtu e kam pat dërën hapt prej para 2-3 vite. Prej albumin kur e kam bërë. Kështu që jam falenderues për Topin. Gjithashtu më falqen të pres, e falenderoj Ledionin. Ledion je I papam, shumë faleminderit për çdo fjalë që ke thonë Big, se unë atëherë kam pak emocione, se kam ndje atë vrullin e madh. Një faleminderit shkon veç për Ledionin, nga shpirti. Patjetër. Mirë, tani, planet, shkojmë pak tek planet, çfarë do të bësh që cili është hapi radhës, sigurisht aq sa mund na thuash. Un kam diku te 5 projekte të kryera. Tash vetëm duhet të zgjedhin cila do postohet e para, cila do bëhet release. Po besoj do jemi ke baladat, se edhe koha e ftohet me shi, borë. Po dhe të shkojnë të ato. Po, edhe më flenë më shumë. Të shkojnë shumë se ke këtë fytyrën. Në zhanër R&B, po. Këtë fytyrën e djalit të mirë, pra je më shumë të këto këngët që... Unë rrep smuj me më thonjë leje muzikën krejt. Fix. Rilind, të falenderoj shumë sot që erdhe në Live from Tirana, edhe që ishe pjesë e emisionit për të ndarë detaje edhe për të folur mbi këtë rrugtim që unë me shpirt të uroj të jetë I gjatë, I suksesshëm, I ndershëm dhe shumë njerëzor mbi të gjitha. Shumë faleminderit Ronaldo për ftesën, për mikpritjen e mrekullueshme që keni. E shpresoj të shifemi shumë shpejt këtu. Edhe për gjëra të bukura. Patjetër. Ju që e humbët intervistën, vetëm pas pak çastesh mund ta gjeni në kanalin ton zyrtar në YouTube. Ne shkëputemi për pak sekonda për